Farat e kanabisit për të cilat policia po zhvillon aksione të shumta për sekuestrimin e tyre mbërrin në studio e hapur. Gazetari Artan Hoxha, teksa fliste për përgatitjet për sezonin e ri të mbjelljes së bimës narkotike në vend, nxorri nga xhepi dhe një qese farmacie me fara kanabisi. Fara e kanabisit për gjithë qytetarët dhe ata që se kanë idenë se çfarë është, nuk është farë kajsie, nuk ka bërtham. Është një me përmasa shumë të vogla. Atëre, kjo është fara e kanabisit që ta kenë të qartë të qytetarët. Unë të duhet kem një sasi kanabisi, kjo është farë, kryesisht është farë që vjen nga Hollanda. është farë kanabisi e vërtet, Hoxha, ju? Jo farë e vërtet, por është farë kanabisi që ka cilësi shumë të mirë. Pra, mund ta gjesh me çmimin nga 1.1 euro deri në 1.5 euro. Një kokër. Një kokër. Pra, 70% e farës që vjen në Shqipëri vjen nga Hollanda dhe 30% tjetër vjen nga Spanja. Në studio e hapur, Hoxha tha se për shkak se këto fara janë shumë të vogla, është mjaft e lehtë të hyjnë në Shqipëri, pasi nuk detektohen në dogana apo aeroporte. Sipas tij, me 10 kg fara, mund të mbillet e gjithë Shqipëria me kanabis. Në Shqipëri kjo nuk hyn me nëndece, kjo vjen nga aeroporti i Rinasit. E ka farë pa përfillshme peshën, prandaj është e vështirë fara të kapet, sepse një trafikant që shkon e ble në Spanjë apo në Hollandë 100.000 kokra të tilla në një çantë, në ato çantat që janë krah qafë, të cilat nuk detektohet, tash kjo është shumë e vogël në vëllim, peshën e ka shumë të vogël, pra me 10 kg ti praktikisht mund mbjellësh gjithë Shqipërinë me kanabis.